veç vdekjes së zemrës, që nuk të jep fjale mendime, por të ofron mënyra, që nga buka halal, dritë. Driti është bërë fytyra. Nëse je frikacak, me një të tillë mund të jetosh, por s'do të takosh. Aty ku nuk guxon të ndizësh, mos prit kur të ndriqosh. Kjo rrugë është për guximtarët që shtorin çdo rrjetë mashtrimi, shërbyes në gjendje gëzimi, plijues në gjendje pikëllimi, që nuk mund të arrish cakun duke mos e bërë rrugën, nuk mund të ngopësh barkun, nuk mund të ngopësh barkun duke pikturuar bukën. E po kjo është jeta. Duhet ta kesh duruar atë që e urren. Duhet ta kesh duruar atë që e urren për ta marrë atë që do. Po nëse ndokush të urren pa arsye, mësoje të vërtetën. Ai ka gjetur diçka te ti, që fort e dëshiron për vetë. Një zemër që ka kthyer mbrapsht dashurinë digjet nga urrejtja. Dënimi më i madh është të harrosh se dashuria është më e fortë se vdekja. Vdekja mund të na i marrë ata që i duam në këtë botë. Por dashurinë që ndjejmë për ta nga zemra s'na heq dot. Lindja është dëshmitare se diku kemi për të shkuar. E vdekja ne e shpalos ato që kur si kemi jetuar. Edhe pse vim si qenje të vetme, hutohemi me pamjen e dyshit.